Atëherë ju lutem tri vendet e para të shtojë edhe publiki anash. Po fillojmë tash me ceremoninë përfundimtare të këtij turniri memorial për futbollistin Drinor Berisha. Atëherë në emër të organizatorit FC Malisheva, prindit së Drinorit Zotëri Fitim Berisha, ju falenderoj gjithë pjesëmarrësve të ekipit me radhë që kanë marrë pjesë në këtë nga KFN Adrini, KFTU, Akademia e Futbollit Drenas, FC Vineri, Albionët, 6 Moqeshuri, Grande, FC Sarajeva dhe KFB-et e Gjakovës. Gjitha këto ekipe respektive i falenderojmë shumë që kanë marrë pjesë dhe kanë nderuar Drinorin. Tani për një fjalë rasti kisha mjaftuar trajnerin e Drinorit, i cili ka qenë fillet e para i kapitur të ky trajner Granit Bashin që ta marrin fjalë për rast. I nderuar Fitim Berisha, prindi i Drinit, të nderuar organizator, trajner, sportist dhe të pranishëm. Sot jemi mbledhur jo vetëm një trajner të futbollit, por për të nderuar një njerëz që ka qenë të pashlyeshëm në sport dhe në jetën tonë, Drinor Berisha. Për mua personalisht Drinor nuk ishte vetëm një lojtar, ai ishte një njerëz futbollist dhe njëri me dyrat e mëdha që gjithmonë e jetoi futbollin me pasion, korrektësi dhe me përkushtim të madh. Si trajner i tij kam pasur privilegj të shoh të rritet, të mësoj, të luftoj dhe të mos dorëzohet kurrë. Vlera që ai mbati disiplinë, respekt, dashuri për lojë, sot jetojnë përmes kultivit dhe përmes këtij turniri dhe përmes çdo fëmijë që zbreti këtë fushë. Ky turnir nuk ka vetëm përvojë sportive, është një kujtesë se futbolli ka shpirt dhe se njerëzit e mirë nuk harrojnë kurrë. Drinori do të mbetet gjithmonë në zemrat tona dhe pjesë e historisë tonë, në fushat tona dhe zemrat tona. Falënderit të gjithë, falënderit organizatorëve që bënë qajë kujtimin e tij me dignitet dhe me respekt. Do ta kujtojmë për gjithmonë edhe çdo herë do të jetë në zemrat tona Drini. Falënderit. Para se me përgjurë në ndarje dhe shmime, dua të falenderoj të gjithë sponsorët që bënë të mundur këtë turnir të organizohet në mënyrën më të mirë të mundur. Gjithashtu, gjithë futbollistit të cilët ishin të disiplinuar, treguan lojë të bukura dhe e nderuan me krenarin shokin e tyre Drinin. Uroj që të vazhdojnë kështu dhe të Drini maja e suksese ashtu si dashni dhe punoj Drini mirë, po fatkeqësisht tani nuk është në mesin tonë. Uroj Drini po shoj i qetë dhe ne asnjëherë nuk do të harrojmë, do ta kujtojmë për herë çdo vit dhe çdo muaj. Tani rada është filluar me ndarjen e shpërblimit dhe fillimisht dua të shpërblej 3 gjyqtarë të cilët gjatë këtyre ditëve referuan 28 ndeshje pa rreshtur dhe me gjithë koncentrimin e tyre dhe angazhimin e tyre si rezultatin e tyre ishin të përpiqur dhe korrekt për të gjitha ekipet që shpenzojnë kështu. Atëherë i ftoj gjyqtarët dhe organizatorin dhe në treguarin e të mundan nga medalje.
kundërshtar. Po shkojmë njerë me shpërblime individuale, lojtari më i mirë, jo vetëm më i mirë, shënoi më shumë golla, ishte më i disiplinuar dhe ai është Lart Morina nga familja e Eliosit. E ftoj individuale të ndajnë çmimin për medalën e mirë. Tani radhën e ka portieri më i mirë dhe me vetëm 3 gola të pranuara gjatë titullit ishte portieri Besnik Morina, i cili është po këtë çmim e ftoj Granit Bashin nga kërkoj falë Granit Negjin të mëftu. Negjin të mëftu, falë. Bashkë me Negjin nga ju të Besnik. Radhën e ka vendi tretë, ekipa e cila gjatë këtyre ditëve performoi mas miri luajti shumë bukur është shkolla e futbollit Grande dhe këta djendosha, të cilët ishin më të vogël në simpatike, por luajtën jashtëzakonisht mirë. E këtë e FC Marishevës të ndaj çmimet për këta futbollistë. Zotëri Kastruat me dëgjoj. Këto është shërbistat për të marrë çmimin. Tani për vendin e dytë, një ekipe cila jashtëzakonisht performoi mirë deri tani në finale, edhe në finale është jashtëzakonisht mirë dhe janë ekipi nga Akademia e Yjeve të Renasit. E ftoj trenerin Granit Bashin të ndonë shpërblimet bashkë me prindin e drenuarit të timit, të ndonë shpërblimet për vendin e dytë.
Tani kupën e ndajme dhe kupën e vende dytë. Tani eftoj përfaqësuesin e klubit Akademia Ylër Drenasin që ta merr edhe çmimin për vendin e dytë në vlerë prej 200 euro. Tani po vazhdojmë të ndajmë edhe medalje dhe kupën për vendin e parë klubin e futbollit FC Malisheva. Medalje për ndajmë prindri i dërguar Ermin Berisha. Eftoj edhe trajnerën e atij që më donë medalën bashkë me prindin, sepse është trajneri i Drinorit. Dhe kupën e ndoni kapiteni të lutëm. Lutem edhe eftoj trajnerin e klubit FC Malisheva ta merr edhe çmimin të cilin do ta dedikoj poshtë për turnirin e ardhshëm që do ta mbajmë për trajnerin. Eftoj trajnerin që ta merr çmimin. Prindin e Drinorit do t'jem shumë e besë dhe fund në leqe çmimin për familje të marrë në fundin dhe e falenderoj shumë një milione për familjen e Drinorit. Zotrin Fitim Berishën e falenderojmë shumë për bashkëpunimin e vazhdueshëm dhe që ta përballojë bimin e madh për djalin e tyre. Këtij dhe gjithë familjes së tij. Faleminderit.